Unë besoj që ata do t'i përmarrë natyra fate kohore, duke pas parasysh se raste shumë voluminoz. Ka shumë dëshmitar, ka shumë prova materiale. Besoj që ata do t'i përmarrë atje fate mrena 3 muaj, eventualisht mrena 5 muajsh, ta përfundojnë marrjen e vendimit, aktgjykimit dhe ta shpallin e aktgjykimit, që shpresoj që ai aktgjykim të jetë liru, sepse nga ajo që kam përcjell të proces gjyqësor, nuk rezulton që akuzat e prokurisë dhe pretendimet e prokurisë të rezultojnë me një aktgjykim fajsues për zotin Thaqe dhe për të tjerët. Unë besoj shumë që nuk do të shtyhet më tepër se 5 muaj marrja e vendimit përvendimtar, për shkak se trupi gjykues edhe 6 shqyrtimi gjyqësor duhet t'i analizojë, t'i çertojë, t'i vlerësojë, ashtu që kanë një uri pothuajse të mjaftueshme lidhur me gjithë procesin se çfarë ka ndodhur, po tani duhet me bë analizat prova, krahasime, dëshmive, dëshmitarëve, besueshmëria e tyre, e gjëra tjera që një periudhë kohore për 5 muaj është jashtëzakonisht e mjaftueshme. Koha që kanë caktuar këta është 3 muaj plus 2 muaj, do të thotë 5 muaj 6. Është problem me specifiku saktë dhe as ata vetë nuk e dinë se sa kam i marrë kohë, për shkak se janë bini 9.000 prova që do të shërtohet dhe një provë nuk e ka një faqe, varet sa është voluminoze. Në anën tjetër mbas 369 dhe 364 këta janë të obliguar me analizu gjitha provat një ka një, pastaj gjitha së bashku me marrë diferencat apo në aspektin juridik ju themi kundërshtimja të provave, me konsideru me vlerësu ato prova janë besueshme apo jo. Nuk besoj që do të kenë nevojë për ndonjë afat shtesë. Edhe pse është mirë që të merret vendimi në kohë sa më të shkurt, prapë se prapë është e domosdoshme që ata me analizu provat kundërthenëse, edhe propozimet e prokurorëve, edhe propozimet e mbrojtjes, në mënyrë që të merret një vendim i drejtë dhe i lehtëshëm. Praktikat gjyqësore për krime lufte janë njohura që ka përfundimi i luftës botërore. Dhe zakonisht kanë marrë shumë kohë në shqyrtim në proceset gjyqësore. Mirë po në vendimarrje nuk kanë marrë më shumë kohë se 3 muaj sa më mend. Edhe në gjyqjet kundër nacistëve në Gjermani dhe në Japoni nuk kanë marrë kohë shumë në shpallje të aktgjykimit, në trajtim të lanë shqyrtimit provave. Mirë, këto varet nga specifikat e rasteve individuale. Ky rast është bërë më voluminoz për shkak se ju ka leju Serbisë me çu materiale dhe prova. Dhe ata pastaj kanë fabriku prova, kanë kriju dëshmitarë të rrejshëm e kështu me radhë, por gjykata është obliguar të shëtet gjitha ato prova, por besoj që në afatin e parë 3 muajorëve mund të ketë aktgjykime. Secili rast është specifik, prandaj krahasime të tilla nuk mund bëhen, ndoshta mund bëhen parafërsisht krahasim, por secili rast është specifik dhe trupi gjykues vlerëson se sa i duhet kohë që të analizojë, të vlerësojë gjitha ato provat materiale personale dhe të marrë një vendim në fund të shqyrtimit gjyqësor, do të thotë